Në protokollin e Baranbekajt mbërriti shkresa e Edi Ramës që njoftonte për vakancat e krijuara në drejtimin e 6 bashkive, përfshirë edhe karrigen poshtë Erion Veliajt. Por ky akt që ngjason si një burokraci institucionale ka shkaktuar një efekt domino në nenet e ligjeve që aktivizojnë organizimin e zgjedhjeve të parakohshme. Ndryshe nga aktet e ndërlikuara juridike, vajtja e shkresës në presidencë do të thotë se Baranbekaj ka afat deri në datën 2 tetor për të dekretuar datën e zgjedhjeve të pjesshme. Por dilema më e madhe lidhet me datën se kur do të zhvillohen zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Vendim për propozimin për shkarkim të kryetarit të Bashkisë Tiranë, zotit Erion Veliaj. Kush është pro? Miratohet. Erion Veliaj zyrtarisht ka kundërshtuar vendimin e Edi Ramës në gjykatën kushtetuese dhe kjo e fundit e ka regjistruar atë duke njoftuar edhe publikun, përfshirë edhe presidentin e Republikës. Ankimi në gjykatë, sipas kushtetutës, do të thotë se efektet që ka sjell akti i shkarkimit pezullohen derisa të shprehet trupa. Apo thënë më thjesht, shkarkimin e Veliajt do ta caktojë zyrtarisht gjykata kushtetuese dhe derisa të shprehet ajo, Baranbekaj nuk mund të dekretojë një datë për zgjedhjet në kryeqytet. Shpjegimet ligjore për Tiranën nuk afektojnë vakancat në bashkitë e tjera, Vlorën, Beratin, Tepelenën, Cerrikun dhe Matin, për të cilat presidenti duhet të shprehet me dekret dhe data më e mundshme për organizimin e zgjedhjeve janë 2, 9 ose 16 nëntor 2025, datë të cilën presidenti pritet ta dekretojë brenda ditës së njëjtë.